kur populli shqiptar nuk ngrihet as për tërmetin që lan pa shtëpi, as për vjedhje, krimet, as për burgoset, për mbytyjet, zjarret, ju bie zjarri pikërisht tregtarëve. Ndërkohë që gëzohen shumë dhe presin që i vetpenduari i aratisuri nga banda që i shërbeu me zell, flet nga Lugano. Lugati nga Lugano mendon se do të mundi pikërisht atë që ai e quan kryebanditin e Shqipërisë. Dhe kur shqiptarët presin nga një hajdut që vetëm sekretarët së tij ju gjetën në një tub 500.000 euro, imagjinoni se sa poshtë kemi rënë si popull. Kur presim që vetë, pikërisht, kriminalët të zihen për pazaret e tyre dhe të tregojnë pikërisht krimet, bëmat dhe miliardat e vjedhura. Po t'jo popull, vetëm për të paguar parat, për të votuar, e për të parë pastaj në media kazanët, pikërisht këta bandit, që duhet ta kenë vendin atje.